Përshëndetje nxënës të dashur. Unë jam mësimdhënësja Rukie Imeri Musliu, mësuese pranë shkollës fillore Çajla, fshati Çaj. Sot do të mësojmë nga lëndja e matematikës për klasën e dytë. Kemi njësinë, mbledhja dhe shumëzimin me 5. Para se të fillojmë njësinë e re, desha që të bëjmë një përsëritje për numërimin me kërcim me nga 5 deri te numri 50. Besoj se të gjithëve u kujtohet. Fillojmë pra të gjithë së bashku. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Nëse e dini mirë përcimin me 5, atëherë shumë lehtë do ta mësoni edhe shumëzimin me 5. Tash përsëri dua që së bashku të numërojmë sa topa do të kemi. Fillojmë numërimin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pra, si që shihni, këtu i kemi gjithsej 15 topa, kur janë të ndara në 3 grupe. Grupi i parë i ka 5 topa, grupi i dytë 5 topa, grupi i tretë 5 topa. Ku mund të shkruajmë një shumë që të kuptojmë sa ka gjithsej. Pra, bëjmë ushtrimin me mbledhje. 5 plus 5 plus 5 është e barabartë me 15. Të njëjtën ushtrim mund ta shkruajmë edhe me barazimin edhe me shumëzim që të kuptojmë sa ka gjithsej. E shënojmë pra. 3 herë 5 është e barabartë me 15. Këtu mësuesja u ka përgatitur disa detyra ku kam dëshirë të gjithë së bashku t'i punojmë. Besoj se i keni gati fletoret dhe lapsin. Vazhdojmë me detyrën e parë. Në detyrën e parë i kemi 2 grupe me nga 5 domate. Grupi i parë 5 domate, grupi i dytë 5 domate. Nëse e bëjmë mbledhje, do të mbledhim 5 plus 5 është e barabartë me 10. Po të njëjtin ushtrim mund ta punojmë edhe me shumëzim, ku e shkruajmë. 2 herë 5 është e barabartë me 10. Në detyrën e dytë i kemi 4 grupe me nga 5 radhë. Pra grupi i parë 5 radhë, grupi i dytë 5 radhë, grupi i tretë 5 radhë dhe grupi i katërt 5 radhë. Punojmë detyrën me mbledhje. Fillojmë nxënës. 5 plus 5 plus 5 plus 5 gjithsej janë pra 20, bëjnë 20 dhe i kemi gjithsej 20 topa. Punojmë tash detyrën me shumëzim, ku e shënojmë. 4 herë 5 është e barabartë me 20. Nëse jeni gati, tash vazhdojmë me detyrën e tretë. Në detyrën e tretë i kemi 5 grupe me nga 5 yje. Grupi i parë i ka 5 yje të verdha. Grupi i dytë 5 yje të gjelbërta. Grupi i tretë 5 yje të kuqe. Grupi i katërt 5 yje të kaltërta dhe grupi i 5 i ka 5 yje të kafta. Tash punojmë detyrën me mbledhje, ku e shënojmë. 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 është e barabartë 25. Pra gjithsej i kemi 25 yje. Punojmë detyrën me shumëzim tash. Shënojmë. 5 herë 5 është e barabartë me 25. Vazhdojmë me detyrën e katërt, ku është edhe detyra e fundit.
Këtu I kemi të dhëna 3 grupe dhe nga 5 trëndafila. Pra, grupi I parë 5 trëndafila, grupi I dytë 5 trëndafila dhe grupi I tretë 5 trëndafila. Punojmë detyrën me mbledhjen fillim. 5 plus 5 plus 5 është e barabartë me 15. Tash punojmë detyrën me shumëzim dhe shënojmë. 3 herë 5 është e barabartë me 15. Besoj se I keni qartë nxënës dhe për detyrë shtëpie kisha pas dëshirë që të vizatoni 2, 5, 6 dhe 8 grupe me nga 5 figura dhe pastaj zgjidhe secilën detyrë me mbledhje dhe shumëzim. Ju përshëndes mësuesja, me shpresë që të shihemi mirë edhe në mësimin e radhës. Mirupafshim!